Nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Periudha e pendesës së Kreshës së Madhe merr një frymë gëzimi në këtë të shtunë që quhet dhe shtuna e Shën Theodorit. Kisha e ortodokse e nderon Shën Theodorin në 17 shkurt, por e nderon në mënyrë të veçantë edhe në të shtunën e parë të javës së parë të Kreshmës së Madhe. Sepse në këtë ditë Kisha e ortodokse kujton një mrekulli që është bërë shekuj përpara, por ai gjithmonë kujtohet siç e kujtuam dhe sot edhe në përlëshoren e shenjtorit, edhe në troparet, por edhe në sinaksarin. Çfarë ka ndodhur? Në vitin 361 pas Krishtit, fatkeqësisht në krye të qytetit të Konstantinit, në Konstantinopoj, mori pushtetin një renegat. Kur flasim fjalë renegat, një pabes, i cili e mori këtë pushtet me magji. Ky quhet Julian Apostati. Edhe pse ai ishte i krishterë që nga fëmijëria, por ai ishte i krishterë në dukje. Brenda tij kishte frymë diabolike, gënjeshtare, mashtruese, dëshirën për pushtet. Me që këtë pushtet ai nuk mund ta merrte drejt për drejt se nuk i takonte, atëre ai vajti te një magjistar dhe tek ai magjistari mohoi Krishtin. Madje magjistari kërkoi që të bënte një krim, të vriste një fëmijë dhe kështu ai e vulosi lidhjen me djallin dhe mori pushtet me lejen e Perëndis që të provoheshin dhe të krishterët. Kështu që ky Julian Apostati e shfaqi veten si një mbret i krishterë, por në të vërtet ishte një apostat, ishte një mohues i besimit. Ai filloi të rikthente fen pagane, atë fe që ishte gënjeshtare dhe armike e krishterimit. Filloi të rikthente statujat, të hapte tempujt pagan, të fillonte shërbesat pagane, por në qytetin e Konstantinopolit, që ishte një qytet i ndërtuar posaçërisht mbi bazën e besimit krishterë, ai përdori një plan ogurzi. Ishte koha e Kreshmës. Dhe në kohën e Kreshmës të krishterët ushqeshin me, dhe siç ushqehen dhe sot, me ushqime me bazë bimore. Atëherë çfarë bëri ky apostat? Mori gjakun e kafshëve, të cilat ishin flijuar idhujve, statujave idhujve, dhe spërkati të gjithë perimet që ishin në treg. Krishterët nuk e dinin këtë, por Perëndia e shikonte gjithë punët e liga të këtij apostati. Atëre Zoti dërgoi Shën Theodor Tironin, i cili ishte martirizuar për Krishtin, ishte djegur në turrën e druve për Krishtin, edhe pse njerëzit e quanin të vdekur, ai ishte një shenjtë i gjallë, shpirti i tij jetonte i lavdruar tek Zoti. Dhe Zoti e dërgoi Shën Theodorin, i cili u shfaqe në vizion patriarkut e Vlloks. Dhe i tha: "Dëgjoj, apostati Julian ka spërkatur të gjitha perimet dhe të gjitha ushqimet me gjakun e kurbanëve. Dhe thuaj të krishterëve të mos shkojë asnjëherë në treg që të blej ushqime." Atëre patriarku falenderoi Zotin dhe shenjtorin për të vërtetën që i tregovi, por i tha: "Çfarë do të hanë krishterët, sepse ata duhet blinin të ushqeshin." Atëherë Shën Theodori tha të zjejnë grur, të bëjnë grur të zier derisa të prishen ushqimet në treg. Dhe kështu për atë javë, që është dhe java e parë e Kreshmës, të krishterët nuk blenë asnjë ushqim në treg. Ata zjen grur dhe kaluan atë javë të parë me kreshëm të fortë, por u prish plani i apostatit. Ushqimet u kalbën dhe u hodhën. Këtë pra kujton Kisha këtë të shtunë në javën e parë të Kreshmës, që quhet dhe mrekullia e Shën Theodorit, mrekullia e grurit. Dhe neve të krishterët e kujtojmë në shekuj, që ka një kuptim shumë të madh. E para, ne thirremi për të kreshmuar, jo se ushqimet në vetvete janë të këqija. Ne nuk kemi ushqime të mallkuara
as mishra të mallkuara, as pije të mallkuara. Të gjitha janë të bekuara kur merr me falënderim. Por gjatë kohës së Kreshmës, ne disa ushqime me liri të plot, me dëshirë që janë me bazë shtazore dhe në produkte nuk i ham. Sepse kërkojmë ta mësojmë trupin me atë çfarë do shpirti dhe jo me atë çfarë ka teka trupi. Dhe në farë mënyre ne i vëmë një rregull, një disiplinë trupit dhe bëjmë shpirtin komandues. Pra bëjmë rregull në qenien tonë. Kështu që asnjëherë Kreshma nuk duhet parë si diçka e mërzitshme, e lodhshme si një diktat i trupit, por kontrolli i trupit. Sepse shpirti e udhëheq trupin. Dhe diçka tjetër, neve gjatë kohës së Kreshmës nuk kreshmojmë vetëm nga ushqimi, që thamë nuk janë të këqija, po janë të mira, por duke filluar nga ushqimi, ne kreshmojmë nga mëkatet, nga pasionet, nga veset, nga dobësit. Secili prej nesh e di ku e ka pikën e tij të dobët. Dhe gjatë kohës së Kreshmës kjo pikë e dobët fillon edhe shfaqet, sepse aty edhe i ligu godet, në pikën tonë të dobët, të karakterit tonë, të egos tonë, të pasioneve tona, të dobësive tona, dhe çfarë duhet bëjmë? Nuk duhet i tolerojmë, as të justifikojmë, as të akuzojmë tjerët, por veten tonë, dhe të pranojmë gabimin, të pranojmë mëkatin, të pranojmë pasionin, dhe të kërkojmë shërimin. Ky është procesi i Kreshmës. Në qoftë se ne nuk bëjmë një proces të tillë, të diagnostikojmë mëkatet dhe pasionet dhe të shërojmë ato me hirin e Zotit, nëpërmjet lutjes, mister pendim, rrëfimit dhe kungimit, atëherë Kreshma është bërë një grevurie ose është bërë një dietë dhe nuk ka asnjë kuptim. Por dhe diçka tjetër që na mëson kjo ditë. Pra, si në atë kohë, armiqtë e Zotit dhe të njerëzimit, siç ishte Julian Apostati, fatkeqësisht ata nuk ka rreshtur. Por gjithmonë në çdo kohë ka pasur dhe do ketë dhe ka të tillë, sidomos dhe në kohën e sotme, të cilët me frym antikrishti, me një mendje diabolike, kërkojnë t'i helmatisin njerëzit, por radh parë të krishterëve. Duke nxjerrë në treg ushqime të cilët janë të modifikuara gjenetikisht, ushqime të cilët përmbajnë lëndë toksike, ushqime që përmbajnë formula magjike, që kanë dhe etiketa tilla, po t'i shikoni bisha, ferri, e tjera, të cilat neve si të krishterë, vetëm nga titulli kur i shikojmë, nuk duhet t'i provojmë. Ose ushqime dhe misha të cilët bëjnë kurbane dhe dalin në treg. Ne si krishterë nuk duhet t'i pranojmë, se ne nuk pranojmë mish kurbani, sepse për ne kurban është bërë një herë për gjithmonë biri i Perëndis, qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Por dhe diçka tjetër, sot bota është e kontaminuar me rrezatime, me pesticide, me helmra, që ne ca i dim, ca nuk i dim. Prandaj duhet një vëmendje për që të zgjedhim ato çfarë duhet ham. Por mbi të gjitha, ne nuk mund t'i kontrollojmë çfarë ndodh në mënyrë të dukshme dhe të padukshme. Por ne çdo gjë duhet ta marrim me bekim dhe falënderim. Prandaj ka qenë dhe është dhe do të jetë mësimi i kishës nëpërmjet shenjtorëve, sa herë që ne pim një gotë ujë, ham një ushqim çfarë do qoftë ai, duhet bëjmë shenjën e kryqit. Është e domosdoshme, sepse vetëm shenja e kryqit me besim nulizon të keqen, largon djallin, largon helmin dhe e bën ushqimin të shëndetshëm. Madje, siç thot edhe Shën Jakov Caliqesi, këshillohet që të përdorni ujin e bekuar në gatim. Jo vetëm ta pim çdo mëngjes ujin e bekuar, që heq toksinat e trupit dhe heq energji demoniake, por dhe kur të gatoni, thot Shën Jakovi, anvisa të kenë aty ujë të bekuar, atë që marrim çdo fillim muaj dhe t'ja hedhin gjellës dhe ajo largon energjitë negative dhe toksinat që ne nuk i dim nga ato që blejmë dhe marrim, por dhe e shenjtëron. Këto pra janë mjetet që përdorim ne të krishterët. Ashtu si i kanë përdorur krishterët e parë, siç është edhe ajo mrekullia e Shën Theodorit që ne përmendim sot. Prandaj të dashur të krishterë, nuk jemi vetëm.
në të gjithë këtë botë të prishur, të kontaminuar nga helmi, jo vetëm nga helmet kimike, po nga helmet e shpirtit, e liksis, e djallëzis. Por kemi Zotin, por Zoti thot, ju duhet më besoni, ju duhet të më kërkoni, ju duhet i bëni ato që them unë. Kemi shenjtorët, me në kryen ylinsen, që janë pranë nesh, por ne duhet i nderojmë ata. Prandaj dhe mblidhet kisha në nder dhe kujtim të shenjthodorëve dhe të shenjtorëve, që ti kemi mik shenjtorët. Ata nuk kanë nevojë për lavdërimet dhe nderimet tona, por ne kemi nevojë për ta dhe i kemi vëllezërit tanë, motrat tona, që i kemi avokatët tanë te Krishti dhe Krishti është avokati ynë tek Perëndia. Kështu pra duhet të veprojmë, që kemi kaq shumë nevojë për mbrojtje hyjnore në këtë botë kaq të prishur dhe që të përparojmë edhe në udhëtimin e bekuar të Kreshmës. Sepse Kreshma është mjet, jo qëllim. Qëllimi është të bashkohemi me Zotin dhe me shenjtorët. Amin.